ngeli mama ime shtatzan, më thënë babi nuk donte ta dinte ishte çuna apo ishte gotë. Nuk donte ta dinte? Jo, absolutisht. Se kishe këtë merë, dua djalë për shembull. Absolutisht, nuk e lejonte sepse thote ky fëmijë që është tani është dhurat mas diplomave në parlament. Është dhurat nga Zoti mas plumave në parlament. Sepse mamaja jote ngeli shtatzan mbas plagosjes. Mbas plagosjes thotë është dhurat nga Zoti mas plumave në parlament, edhe çat jetë mos e la amanet edhe mamit që mos ta shikonte deri ditën që unë linda, domethënë. Mamaja nuk e dinte se. Jo, absolutisht nuk e dinte. Çfarë thua? Thjesht kur ngelim nëna ime shtatzan, babi ishte duke qenë se ishte tip, domethënë ai se ishte serioz në politikë, aq ishte edhe karizmatik. Di, humoriste. Humorist i jashtëzakonshëm, edhe nga smote Kirin me Rudinën, i thonte që tash sjeni më të parë, tash është dikush tjetër. Edhe këto qanë në bërtistin, e thoshin kush është? E i thot ai le tani, thotë tani ka ardhur dikush tjetër. Edhe i tregonte nga Fatmira që ishte shtatzan. Megjithatë, unë e kam thënë një ditë Rudinën se kam dëgjuar ndonjëherë tha, ai kur betohesh në rreth kështu të ngushtë, për Rudinën betohesh. Nëse vi keq Kirit, ti jo se ti do të thonë nuk ai betohesh për Rudinën. Nuk e di am tha Rudina, unë e kam dëgjuar vetëm me vesh të mi, thash. Nuk e kam me të dy të tre. Ai thoshte për kryte e Rudinës thoshte. Ashtu është. Edhe që du të them përmend betimin që e bëri, po them në rrëmujën më të madhe kur studentët u bën konfuzon, ai zuri be Rudinën dhe më pas edhe Kirin që nuk do i tradhonte që studentët e beson. Ky është një moment shumë i rëndësishëm gjithë ata që na ndjekin dhe bëre shumë mirë që efekte, sepse betimi që ka bërë Azem Majdari në dhjetor të 90-s përpara studentëve ishte për fëmijët. Ishte për fëmijët, po. Ishte për fëmijët. Duke qenë se ishte pak më i madh se tjerët, sepse shkoi vonë, shkoi vonë, u vishte serioz kështu dhe ishte pak më i madh babai, po them, edhe tjerët nuk ishin, po them, ishin bërë gjithë me fëmijë, dhe kur i la garanci fëmijët, duke thënë zuri Berudinën, po themi, apo Kirin, ishte diçka shtangse për studentët e tjerë. Unë them me sa i njeh unë, e kuptoja unë, ai dhe 20 vjeç ishte prapë njësoj do e bënte atë punë. Po, domethënë, diçka domethënë, dhunti nga Zoti, ka qenë Je dakord me mua? Komplet misionar, po. Foto tjetër. Ktu është Azemi në Tropoj. Po, në Tropoj. Ktu duhet të jetë shumë i vogël, po themi 14 vjeç, 15 vjeç, ha? Po, ka goxha i ri dhe po ta shikosh është domethënë duket i brisht. Jo, duket natyra vet, po them çapkënës. Jo çapkën nuk e, po këtë në trup i brisht, jo i fortë, jo se ai është marrë me mundje. Ktu është goxha i vogël. Ktu është pak para se të fillonte të merresh me mundje. Edhe unë kam trashëguar pjesën e mundjes, domethënë. Tani na tregoj çik këtë, tani Azemi ishte mundur. Po që duket, po ta shikosh, si duket ajo trimëria vet edhe ajo vendosmëria vet. Shikon këtu që këtu i ngjan më shumë masi se sa babit? Ja, këtu të shikoj unë. Ti si këtu si Azemi. Të nxjerr foto tjetër të Fatmirës do të. Unë ta thash i pari që më fuqin gjama mas më shumë. Tani, na trego pak për veten tënde këtë që ke trashëguar Azemi si mundës. Azemi arriti ka bërë shumë fitore si mundës. Duke marrë parasysh këtë gjë, domethënë kishim te tema fundit që po them gjithë më thonë se një babi dhe duke si pasoj kësaj më thonë edhe ti e ke filluar mundjen nga babi ose kështu. Faktikisht kur unë kam filluar mundjen, më thënë pothuajse nuk e dija fare që babi ka bërë mundje, se nuk i kishim folë ne për atë. Se mami e shmangte atë pjesë, nuk doja që të hyja në sportin e mundjes, se mendonte që ndoshta me vërtet fito disiplinë, po mund të bësh pak agresiv, mund të dëmtohesh, mund të Sa vjeç ishe? Nuk kam qenë mjaft i ri, domethënë kam hyrë për të parë 13 vjeç, kam bërë deri 15, pastaj kam hyrë prapë në adoleshent 17-18 vjeç derisa. Me kë ekip? Fillim kam filluar me Partizanin në mundje klasike, kur ka qenë Partizani, pastaj u mbyll Partizani. Edhe tani jam me Tiranën me ekipin profesionist kombëtarës, domethënë. Për mundje gjithmonë. Po, për mundje. Çfarë mundje? Mundje lirë, pesha 97 kg. Ti je 97 kg? Po, unë jam më shumë tani, jam 105, po. 105? Po kur bëhet ndeshje të bie 97 kg. Po se janë ato të peshave. Tani, sa fitore ka arritur mundi? Unë kam arritur domethënë në vendin e dytë edhe tretë në Shqipëri, domethënë i bie me medalje bronzi dhe medalje argjendi, po themi, vend dytë dhe tretë kam dalë. Vendin e parë nuk kam dalë. Nuk e dal. Jo, po punoj fort që të dalë, duke qenë se kam dhënë angazhim. Kur e ke ndeshën të vi unë të ndjek si tifoz? Për momentin sa u mbyllën kampionatet, nuk mora dot pjesë për shkak të dëmtimit, kam marrë vetëm te kampionatet. Dëmtove në Servitje? Pataj problem me gjunjën, faktikisht në Servitje, se ne bëjmë uzhej Servitje. Po kur do të je përplasur të gjuri
zuri në tokë? Po, kur gjatë stërvitjes, por domethënë çdo kampionat tjetër ka marrë pjesë kombëtar, jo ndërkombëtar, se ndërkombëtar nuk ka marrë pjesë. E synon ndërkombëtar? Nuk e synoj sepse mendoj që kombëtar është mjaftueshëm dhe mendoj që do e fitoj, pse duke qenë se kam dhe angazhime tjera të punës, edhe më pengojnë pak me kohën për me dhënë dedikimin e duhur. Do të pyesë për punën, por më bëj një premtim që kur të kesh një ndeshje, do më lajmërosh, më të çoj mesazh dhe do vi të ndjek. Patjetër që po. Do vi të ndjek atje. Patjetër që. Do ishte një gjë shumë. Pa erdhë ti do fitojmë më tjetër. E bukur kjo. Po Azemi me kë ekip? Me Valbono. Interesante, babi bënte në Tropoj, pastaj pati një periudhë që merrte motorin për ditë, dhe shkonte në Kukës për të bërë mundje, sepse Kuksi ka qenë në zhvillum. Kampion. Po, kampion, edhe domethënë dy gjëra që më men nga babi, domethënë që më kanë thënë familja. Kanë qenë domethënë se sa lëvizshëm ishte ai për të arritur objektivat e veta, qoftë familjare, qoftë personale. Pse këtë ishte nga Tropoja duke shkuar në Kukës pothuajse për ditë në motor për të shkuar për të bërë mundje, dhe këtë kur ishte në ushtri aratisësh e mëxhefta skalote gardën çdo natë për të shkuar për të taku gruan e vet, mamin tim, për ta put, për të përqafuar, për net me të, edhe për të kthyer. Ushtrin ku e bëri Azemi? Ushtrinë ka bërë në, nuk jam shumë i sigurt, domethënë po Mverin, nuk jam shumë i sigurt. Po. E di çam kujtove kur bënin prokurorët e timet për Azem Ajdarin, sa i kishte disa çështje para se të vritej. Dhe një prokuror që ka bërë bisedë, di çam, edhe unë pyesja si gazetar, kjo çështje, kjo detaj, gjërat normale. Energjitë e Azemit më tha, e di çka kam parë, tham, çam doli, tha, në një detaj, tha. Çfarë i thash? Brenda natës, tha. Brenda, po themi, jo brenda 24 orësh. Po ai tha, nga mjezi darkë, tha. Protest, tha, në Shkodër, tha. Dhe po brenda asaj, tha, protest në Lazarat. Po, absolutisht. Si ka mundësi, thash, nuk e di, tha, energjitë e tij, tha, nuk e di, tha. Absolutisht. Nga mëngjesit darkë, tha, i bëri dyja. Azem Ajdari nuk e ka pas shumë, domethënë, nuk ka qenë se njeh si baba dhe historitë e tij, nuk e ka pas konceptin e kjo gjë kam qef ta bëj, apo kjo gjë është e lodhshme, apo kjo gjë përtoj ta bëj, apo kjo gjë kam frikë ta bëj. Ai thjesht kishte çfarë duhet bë, edhe nuk ka rëndësi pastaj emocionet personale. Në këtë drejtim, se 50-50 është njeriu me mamën dhe babin. Unë mendoj, domethënë, unë kam misionin tim për të qenë versioni më i mirë vetes time dhe për veten dhe për të tjerët, po çam thonë gjithë thonë që i kanë gjavë, ja ke kaput kokën babit. Si shpon veriort, ja ke kaput kryet babit. Shumë thonë, tash inshallah, kupton se. Ti mund t'ja kesh në këto cilësi, po themi natyrë energjike, kështu, po kështu në fytyrë ke një Fatmirës, foto tjetër, do ta shikoj, do ta them. Inshallah, se dhuratë e madhe është edhe tim. Po këtu tani kush janë? I nje me shokët. Këtu është baba im, xhaxha im, Xhaxhi Sali, ai mbrapa. A mbrapa atje? Mbrapa babit. Po mbrapa, deri me Flokzeza. Po? Këta janë kushërit mi edhe Atje nga Tropoja? Po. Po? Ku janë këtu? Besoj një këtë vend se kjo dekorative duhet të jetë në Baramcur. Kam përshtypjen që kjo foto është në Baramcur. Baramcur. Babi këtu ka pas para 90-s. Ka pas filluar dhe punë që merresh me çanta, me ripa, me këto ka qenë. Me kështu me galanteri me këto. Po, bravo. Po. Foto tjetër? Tani fillon lëvizja e vjetorit. Mund ta shikosh këtu se ka rezolucion më të mirë se sa aty nuk e u hapur. Tani, nga ajo që ty të kanë thënë, ore si arriti se të marrin kështu një djalë nga një provincë. Nuk është nga Tirana. Tirana, do të thonë, okay, ishte tjetër gjë. Të vi të drejtoj nga Baramcuri, lëvizje më të madhe që dhe më të bukur që ka Shqipëria, që nga themelimish shqiptar. Ta drejtoj një djalë i ardhur andej, do të thënë, po ta marrësh kështu se ti sot je lindur rritur në Tiranë dhe imagjino tani ty sot të vi ty një nga Tropoja dhe të drejtoj ty sot? Ja, kështu është. Si e ke ti? Si ndodhi? Çka ka ndodhur me ato që ti ke dëgjuar, me ato që ke lexuar? Po, ideja është e tillë që babi, domethënë, ka qenë një student si gjithë tjerë në fillim. Nuk ka qenë me një parim specifik përveç parimit për demokracinë, pa e njohur demokracinë si koncept, sepse po themi flasim për moshë shumë të herët, pa filluar shkolla, universiteti, më the tash. Dhe ai thjesht e kishte të lindur dhe kishte të gdhëndur demokracinë në shpirt, që donte të shikonte veten dhe familjen dhe lagjen, duke filluar po themi para në Tiranë fare, lagjen aty ku ishte edhe njerëzit e Tropojës. Dhe më pas gjithë shqiptarët donte më pa mirë, donte më pa
të lirë, do të me pa një Shqipëri pluraliste, ndoshta edhe pa e ditur se çfarë ishte termi pluralist. Pastaj kur erdhi në Tiranë, Po? duke bërë shkollimin edhe këto, u njoh dhe me konceptet edhe me logjikën, edhe ai farktoi një strategji, domethënë, që arriti ta përhap dhe arriti